VMRO DPMN sot përmes kumtesës porositjes është i papranueshëm shtrembërimi i kurrizit me interesat shtetëror dhe nacional. Kërkoi nga LSDM-ja ta prezantojë platformën e partive shqiptare dhe të mundsoj popullit të votojë për të. Mblidhni guximin dhe ballafaqoni me popullin maqedonas, nxirrni platformën dhe marrëveshjen e turpshme në pa. Le të votojë populli, kumtoi VMRO DPMN. Platforma thekson VMRO DPMN u imponua pas zgjedhjeve dhe qytetarët kanë të drejtë të prononcohen, nëse LSDM nuk ka kurajo që të ballafaqohet me qytetarët. I bëjmë thirrje publikisht të heqë dorë nga platforma dhe për realizimit të elementeve të saj pas së cilës do të marrë mbështetje nga VMRO DPMN. Edhe pse gënjeshtrat e Zoran Zaev u poshtën në zgjedhje, thuhet në kumtesë. VMRO DPMN pyet se pse do të hapej dialog për himnin, për flamurin dhe për stemën, dhe pse do të bisedojë për çfarë do prej pikave të ndjeshme të cilat prekin në çështje identitare, nëse LSDM dhe Zaev nuk kanë premtuar se do t'i ndryshojnë me shantazh. VMRO DPMN kumton se Zaev dhe udhëheqësia e LSDM-s duhet të vetëdijsojnë dhe të shohin se çfarë dëmi shkaktojnë ndaj interesave shtetëror dhe nacional.